Live from Tirana në Top Albania Radio. Nga pjesa e dytë Live from Tirana 11:09 ora eksakte në këtë moment, në këtë të premtë të datës 13 shkurt, një ditë para të festës mashtruese. Jo, më falë, se nga trova, është një prilja, një festa e dashururave, doja të thoja. Frankie Zia, mirë se vjen në Live from Tirana, si që lajmërua më herët për të diskutuar për dinamikat më të fundit në shtëpinë e Big Brother VIP. Frankie ju e njihni, është balerin në teatrin e operas dhe baletit, dikur ka qenë gjithashtu pjesë e Dancing with the Stars në të dyja edicionet, apo jo? E ka shkëlqyer dhe aty e të gjitha me radhë, për her pas here ka komente të lezetshme në Instagramin e saj për situatat që ndodhin brenda shtëpisë Big Brother. Përpara se të nisim me situata konkrete, kush janë të preferuaret e tu këtë edicion që ty vërtet të pëlqejnë? Atëherë, mua më pëlqen shumë loja që bën Kristi. Kristi Lamaj. Po, më duket strateg, djali i duruar, më pëlqen mbi të gjitha, më pëlqen shumë. Do me thënë, kjo ka qenë pika e parë pse më ka pëlqyer, fakti që ai këndon shumë bukur. Mua njerëzit që din ta bëjnë punën e tyre shumë mirë, është gjëja e parë që mua më afeksionon me njerëzit. Dhe ai të këndoj çfarë të doj, do me thënë, mua më kënaq zemrën e para. Dhe vin dhe këto gjërat e tjera. Është talent, pra, është vërtet një talent i futur brenda shtëpisë. Edhe mua më bëjë fakt që një këngëtar që vjen nga Populloria, i cili ishte shumë viral me memet që e bënin, pra gjithë nuk është demode, nuk është djalë demode, është i zgjuar, është i duruar, është strateg, nuk e di, ka ca cilësira që më pëlqejnë, do me thënë te Kristi. Edhe e luan mirë atë lojë, hedh një top dhe me topin atit merren 3-4 ditë, po, derisa sqarohet në prime. Më pëlqen edhe Stenaldo. Stenaldo nuk po bën loj, po Stenaldo po tregon fix. Po bën veten, po jeton. Një jetë, po. Big Brotheri është edhe një jetë personale se si ti mund ta jetosh. Kryesisht në fakt duhet jetë në jetë, pavarësisht që së fundmi e kanë kthyer shumë në highlights kryesor këtë termin loj. Po, sepse harrojnë të jetojnë. Harrojnë ta jetojnë ndonjëherë, edhe mendoj se pika kryesore ajo është në të vërtet si e jeton ti jetën, duke shpalosur dhe pjesët e karakterit pastaj normalisht. E sheh Stenaldo gjatë në shtëpi? Po, e shoh deri në finale. Vërtet? Po, e shoh. Duhet jetë në finale. Duhet jetë në finale. Për arsye? Për arsye të asaj gjës që po jeton dhe mendimet që i ka shumë korrekte. Ai do me thënë është fiksi një opinionist brenda shtëpisë. Sepse ashtu e ka mundësin, ai nuk mund të zgjerohet dot më tej, por për aq sa po jep ai, për aq sa ka mundësi ai të bëj lojë në thonjza, për mua është super. Interesant shumë Stenaldo, dhe e di çfarë kanë vënë re tjetër të dy banorët që ti përmende, edhe Kristi, edhe Stenaldo, kur flasin në Prime, e gjithë, pavarësisht që këto janë banorë shumë të pamenaxhueshëm, flasin të gjithë në korë, kur flasin këto dy personazhe, pra Kristi dhe Stenaldo, e gjithë shtëpia e hesht. Pra kanë një lloj autoriteti brenda asaj shtëpie. Po, dhe mua më pëlqen kjo pesha që kanë. Më pëlqen më shumë kur e marrin vëmendjen se sa të duash ta marrësh vëmendjen. Është tjetër lloj. Po ndërkohë kush nuk të pëlqen prej tyre, cili nuk të pëlqen prej tyre? Rogerti për mua është shumë antipatik. Është e keqja e domosdoshme e shtëpisë. I duhet, po, i sjell rrotull, i çmend më saktë, por antipatik në mënyrën e se si shprehet, në mënyrën se sa agresiv është, domethënë shumë përsëritës. Iku kjo. Nuk më pëlqen tjetër. Po nuk mendon që do ketë një moment kthesë në lojë ku publiku mund ta doj pak, domethënë, sigurisht që publiku e do ta shohë brenda, po mendojnë shumë se ty, pra që është antipatik, po. Shiko, nuk mendoj që do ketë një moment kthesë në lojë. Loja nuk është gjithçka, prandaj them, në konceptin tim, në mendimin tim, në preferencat e mia, unë nuk do doja që loja të ishte gjithçka. Prandaj edhe dy versionet e mia të preferencave ishte një Stenaldo që po tregon jetën e vet dhe një Kristi që është lojtar, strateg, me atë qetësinë e vet, mirë e bukur. Nuk e marr dot seriozisht këtë Rogertin, jo. Rogerti do shkoj deri në një far piket lojës, derisa ti duhet shtëpis, edhe
ta nxjerrin jashtë. Edhe aq, nuk e mendoj afatgjat shumë. Pra ti mendon që obligu e mban brenda Rogertin sepse i interesojnë këto gjërat që ai bën, po nuk e shohin pra si pretendent për ta fituar apo për ta çuar në finale. Nuk është Rogerti. Nuk është një imazh fituese. Jo, për shembull, nëse do ai të krahasohet me Luizi, nuk krahasohet dot gjallë në botë, se Luizi nuk ishte aq agresiv sa Rogerti. Luizi kishte edhe humor. Më Rogerti çfarë humori bën aty se përveç se të lodh, edhe ka atë zërin thash antipatik, se do me thënë për Rogertin këtë fjalë kam antipatik. Pra kjo e definon Rogertin. Po, e definon shumë, po. Ti po t'ishe në Big Brother vetë, me kë mendon që do të kishe përplasje të më të mëdha brenda asaj shtëpie? Nuk e di të them të drejtën. Apo nuk e parashikon nga ekrani, se varet se si sillen njerëzit aty brenda. E besoj këtë gjën që brenda është tjetër gjë, tjetër ndjesi. Jashtë është tjetër impakt. Okej, interesante shumë. Do të shkëputemi për pak minuta reklama dhe rikthehemi shumë shpejt në studio për të elaboruar, diskutuar situata më konkrete brenda shtëpisë Big Brother.